Se dhikri është arma më e fuqishme për largimin e shejtanit. Na kur fulim për shejtanin, e rahatojmë ato me 2-3 lëvizja. Edhe mendojmë se u kuri puna e tij. Mirë, po ai i cili ka mundësi me i përmbledh të gjitha hadithet që kanë folë për shejtanin. Ka mundësi kjo. Zoti na mundson të ne me kon kjo ndonjë ligjërat e jona. Me mbledh të gjitha hadithet që flasin për shejtanin. Wallahi keni më u çudit se në qëfar punë përzihet që kurrën e kurrës mene nuk të ka shkuar. Aja ka qenë pjesë e tija. Me dorë s'ki mundësi me largu. Shumë ja vo sik. Se shtutet për teja. Apo, as me thik me gjujt, as me guri, as me kur që eq. Nuk ki të bëjsh me një armik, wallahi l'adhim. Veç rahmeti Allahut në rumë për tyne, se s'kish me met as ran, as knatësi, as rahati, as kur farshije në tokë s'kish me met, me bo Allahu gjelle ola veç pak me oqil dyrën atyne, mu përzi me njerë qysh ata kanë qeha. Ha? Paramna duke nejnë shpit unë e hinë shpit re. Shpia rahatshme, shpia mirë. Je ik pi qërave, je ik pi bashkallokut madhe, je ik. Je rahatu da që je me grunë tonë me thmit e tu rahat. Ha? Edhe për njerë dikush po të shtynë thmit, po të lirit lukt, po të shtynë krevetin. A ka rahati në spi? Në udhë bila. S'ka rahatia. Ta prish gjumin natën, në udhë bila. A ka rahatia ty? S'ka rahatia. A i qëtë dhe me të bo? Mos me të lo rahat në këtë tokë. Andaj ka thonë ulemat, s'ka dëshprim që ndodhë në tokë e që nuk është sebeb prej kja e shejtanëve. Nëse Allah nuk do ti me konë dëshprum, Allah do me konë ti i knaqën, i gëzum, nga se thëtë Allahu Gjellala, hua alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, ajo është që i ka kryu për juve, keq që kom tokë, për juve, ju më knaq me ta. Andë sara të shë, se nuk po knaq me një begati që Allah të kap, dije se ka fillu i malkuar i mu përzia ty, e ku të prekaj, hu bereqetja. E pas të një varsisht, dikun prek ma shumë, e dikun ma pak. Prandaj, edhe, do në djetarët e kam përna që njëri kërë ka një nimet që Allah ja ka jep, nuk ka mirë me folë para halë këta për. Apo, për shfar arsye, bashkë përse që përflasëm në apë. Mas kekse që e falem për shejtanin shkurtimisht, duhet të adim se mbrojtje e vetme, s'ka tjetër, pe shirit tyne, edhe mundësia e vetme, për mu knasi kurse duhet me adhurimet e Allahu Gjelle Ola është, përmeni Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Nëse ai kur përmenet Allahu Gjelle Ola, zvoglohet atë, edhe largohet, edhe ikë. Sikur se ka hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton Muslimi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të hyj njeriu në shtëpinë e tij, fa dhakar Allah, e përmend Allahun Gjelle Ola, shejtani që thot stop te dera. Thot këtu s'pas ka menata. Kur ungjit më ngër buk, thot bismillah, e përmend Allahun azza jall, thot ngrituni se s'ka për ju as buk as ushqim. Subhanallahu, as nuk e sheh. Apo as nuk i fuqi me largua, as nuk i vren as kur zgjeq. Ti thosh bismillah dhe rahat, nuk shem as do shkon mëne po akia në këtë kuptim. E sheh një ushtrit e tër, Allah e din sa është numri tyne, shpartallohen edhe mbrapsën me një herë, me një përmendet Allahut azza wa jalla. Nuk ka kjo vlerë më edhe këta. Me çfarë fuqie kishim me zbrapsën ata, me kur fare hiç. Wallahi ladhi me kur fare hiç fuqie. S'ki fuqiti. Me largua apo. Kësi para një armik, i si nuk shihet. Apo? Se shë. Qëka kemi bua ati armik? Veç një sen kemi bua. Ato që ka dhënë aj për selejve të dhënë. O Zot, më ka shqetsu aj që nuk e shë. E të kom drejtu ty që e shë, e aj nuk shë ty jaftë. Veç aj që nuk e shë shejtani, ka mundësi me më po shejtani dhënë. Tjetër kush jaftë. Në këthejo ati. Sahi, ata në shojnë neve, në nuk i shojnë ata apëtën. I për qëka, në i drejtojmë ati që asna ata nuk i shojnë apëtën. E është me i fuqeshme, Allahu Gjelle wa Ala. E bismillah, një fjallë bismillah. Sikur se ka dalë pejgamberi sasër me Muadhin radiallahu anhu, edhe ka marrë në thumë Muadhi, në rrugë, edhe ka thonë, eudhu billahi mine shejtanë rajim. Ka thonë pejgamberi sasër më stuj kështut, nga se në sëtushët, shejtani e te kaber, rritet. Tha që, unë u bëna se vep me marrë në thumë, e që po kërkon mbrojtje për Allah për mirë, se mu tut. Thuj bismillah, thuj namën të Allahut azza wa jall,
thot fa innahu yatasagharu hatta yasira kadhubaba, ai zvoglohet dhe të bëhet sikur se miza. Mani bismillah. Bismillah, largohet. E kjo është dhikri Allahu xhalla wala, ta ka mundsu ty, më kënaq që duhet, vallahi apo edhe me familjen tënde, edhe me fëmijët e tu, edhe me pasurinë, edhe me krejt çka ki japtën. Dallimi mes te mes atij çka është, veç ti ka thonë bismillah. Kur të trap. E njëjta pastaj po ndodh. Në gjithë ato aspekte, veç ti ka thonë bismillah. Andaj sikur se ka hadithin që transmeton Tirmidhiu nga Abu Huraira, hadithi këshillat e Yahyaut alayhis salam, kur e ka tubu popën e tij në xhami. Edhe ka thonë Allahu xhalla wala më ka urdhëruar mua me 5 gjëra që ti mësoj për veti. Ti praktikoj edhe ti mësoj juve që të punoni me to apo. Yahya i ka mbledh Ben Israil dhe i ka thonë këtë fjalë. Një pyetje ka thonë edhe ju ka urdhëruar Allahu xhalla wala që ta përmendni Allahun. Ka thonë edhe shembulli i atij që e përmend Allahun azza wa jall është sikur se shembulli i njeriu që është lëshuar miku në ndjekje, do me kap. Thotë ai s'ka kam jam sy. Duke i nga miku i tij, e shen një kështjell të fuqishme. Futet në kështjell, e mbyll derën. Thotë çka mendoni që ka mundësi këtij me bërë miku? Edhe ti je nikje pe sherrë shejtanit, pe çytjeve ti, pe sherrëve ti, pe mashtrimeve ti. Ka kimi në këtë dunja apo? Ka të shkojsh vani ti. E vetëm ja derë që ti fortifikohesh tek kur të mshelër është dhikrullah. Me përmend Allahun subhanahu wa taala, përmend atij. Në kjo përmendje është e cila të garanton ti mbrojtje prej shejtanit të mallkuar.